Përshëndetje të gjithëve. Sot po ndaj me ju një recetë të veçantë dhe ndryshe nga tradicionalja. Janë patlıcan të mbushur me gjizë, hudhra dhe erëza aromatike. Janë vendosur mbi një shtresë të butë salce e domate, hudhra, natyrisht që nuk mungojnë erëzat dhe një qep. Ndiqni hap pas hapi mënyrën e përgatitjes. Këtu kam 1 kg patlıcan, i pastrojmë në 2-3 vende nga lëkura. I bëjmë këtë prerje vertikale dhe i vendosim në një tas ku kam edhur dhe një lugë të gjellës me krip. I lëm për 20 minuta derisa patlıcanëve t'u dalë lidhërimi dhe më pas i vendosim në një tavë ku kam vendosur letër furre dhe do t'i pjekim për 20-30 minuta. Kjo varet nga furra juaj. Sigurisht që i shtuam pak krip dhe vaj ulliri. Ndërsa këtu kam një qep, mesatare është kjo qep, e grim shumë imët qepën. Dhe këto grishtat e perimeve janë perfekt. I vendosim në një tigan të thellë duke i shtuar pak vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një kaurdisje, ndërsa 2 domate të pjekura mirë do t'i grim imët në blender, derisa masa të kthehet e gjitha kremoze. I kemi gati domatet, pastrojmë 2 thelpinj hudhër, do i përdorim në këtë moment, ndërsa pjesën tjetër të hudhrave do ta përdorim më vonë. Në tigan qepa është bërë transparente, ka filluar të skuqet pak, shtojmë puren e domateve. Do t'i shtojmë edhe 2 thelpinj të hudhrës që grim në pjesë të vogla. Nuk mungon kripa, pak krip. Do t'i shtoj edhe një majlugë e sheqer për të larguar aciditetin e domateve. Një lugë të usullës së mollës, që të marrin atë shijen si është keçapi. Do ta lëm vetëm 5 minuta, le të ketë lëng kjo salcë dhe e kemi gati. Ndërkohë që salca përgatitet në zjarr, ne pastrojmë 5-6 thelpinj hudhra të tjera. I prem në pjesë të vogla, i vendosim në një tas, tek i cili do shtojmë të gjithë përbërësit radhë. Kemi 2 speca të kuq, do mundohemi t'i grim në kubik sa më të vegjël dhe do t'i bashkojmë me hudhrat në tas. Këtu kam një tuftë të mirë me majdanoz të freskët, e presim dhe majdanozin holl, e vendosim në tas. Shtojmë gjizë në tas, është pak e fortë kjo gjiza, ndaj unë do ta ndihmoj me pak kos, 2 lugë të gjellës me kos, duke parë dhe konsistencën. I përziej mirë. Me që gjiza nuk ka shumë krip, i shtova dhe pak krip. Pak piper të zi. Rigon, bollshëm rigon. Do t'i bëjmë një përzierje të mirë dhe mbushja tashmë është gati. Patlıcanët në furr janë pjekur, si e shikoni, hapen me lehtësi. Në një tavë vendosim salcën e përgatitur më parë, e hapim në të gjithë sipërfaqen dhe sipër tavës do vendosim të gjithë patlıcanët e mbushur me masën e përgatitur me gjizë, hudhra dhe erëza. I mbushim mirë patlıcanët dhe i sistemojmë. Këto janë patlıcan paksa të mëdhenj, por edhe me patlıcan të vegjël kjo recetë përgatitet. Për të qëndruar mirë gjiza lart, do t'i grij pak djathë kaçkavall. Do t'i shtoj dhe pak fare vaj ulliri dhe direkt në furr për 30 minuta në 200 gradë. Janë gati për t'u vendosur në furr. Dhe ja si duken patlıcanët tashmë të pjekur. Kjo recetë është për ty kur s'do mish, por s'do as të sakrifikosh shijen. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Deri në recetën e radhës, me dashuri nga kuzhina ime.
Faleminderit.